Këtu është horoskopi i premte 21 nëntor 2025. Mirëgjetur nga horoskopi i Fationit. Dashi. Situata është në favorin tuaj, vendet dhe njerëzit që takoni këto ditë mund të bëhen të rëndësishëm për të ardhmen tuaj, probleme për t'u përballur në shtëpi, por tani gjithçka është më e lehtë. Demi. E gjithë dita është interesante. Disa fara që i kishe mbjell më parë janë gati të mbinë, por ende nuk ishe të dalin në dritë, duhet të presësh. Binjaket. Ditë që sjell prova të tjera, por që gjithsesi përmban garanci të caktuara për suksesin tuaj. Tensione në punë, por me sot mund të arrini të ktheni çdo lloj problemi në favorin tuaj, edhe dashuria zgjohet. Gaforja. Një problem ekonomik që lindi muajt e fundit ende peshon shumë, është e nevojshme të mbyllen boshllëqet që janë hapur për disa kohë. Këto ditë ju kapin shumë situata, në dashuri të kujdesshëm për të mos bërë konfuzion. Luani. Situata po rritet pozitivisht. Brenda pak ditësh do të duhet të vendosni për një ndryshim në punën e imponuar nga fati dhe gjithçka mund të organizohet në mënyrën më të mirë të mundshme. Lajm i bukur. Virgjeresha. Një ditë që nis mirë. Në dashuri kjo është një kohë që lehtëson vendimet e mëdha. Nëse dikush ka humbur, do të pendohet. Peshorja. Vetëm historitë e vështira mund të mbyllen, por me një avantazh, dhe nëse një derë mbyllet, një tjetër do të hapet. Tani mund të hapësh edhe rrugë të reja. Suksesi do të vijë, rikonfirmo. Akrepi. Sugjerim për të qenë të kujdesshëm dhe të matur në lëvizjet tuaja, veçanërisht në fushën e familjes. Ndonjëherë ju ngecni në situata të pamundura duke u përpjekur t'i zgjidhni ato. Shigjetari. Kushto që ka mbyllur një histori shikon përreth, por nuk është ende i sigurt. Nga ana tjetër, ata që kanë nënshkruar së fundmi një marrëveshje e kanë bërë më shumë për një jetë të qetë se sa për bindje. Bricjapi. Planifikoni një udhëtim, diçka të këndshme me ata që doni. Është koha më e mirë për t'u rikthyer në lojë. Ujori. Koha më e mirë për pak nga gjithçka, sot yjet janë në anën tuaj. Ftesat për t'u pranuar, por tregimet e reja gjithashtu mund të bëhen të rëndësishme. Peshqit. Dita fillon për ju në bukuri dhe harmoni. Projekte të vlefshme për ata që kanë biznesin e tyre, vështirë të gabojnë. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni dhe aktivizoni njoftime. Ditën e mire.